Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Trona Lilin në kanalin ton Rëfi me Jete, për të ndarë një ngjarje të tmerrshme që është shënuar ditën e sotme në qytetin e Shkodrës. Tani, unë dua pak të bëj një retrospektiv para se të lexoj lajmet më të fundit, do me thënë shkaqet, arsyet pse është vrarë kjo grua nga bashkëshorti i tij. Deri në ditën e djeshme ne kemi folur për një ngjarje të tmerrshme që e kaploi Fierin. Për një muaj me radh, 3 vajza të reja duke terrorizuar një vajzën tjetër, duke shqetësuar një vajzën tjetër, duke e bërë të çmendur një vajzën tjetër për një X arsye të pavend. Sa menduam që shoqëria jon u qetësua pak dhe këto vajza do të merrnin dënimin, sot tronditemi me një ngjarje në Shkodër. Dhe pyetja ime është kjo: ku po shkon shoqëria jon? Ku po shkon shoqëria jon shqiptare që çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë ne dëgjojmë vetëm e rahu shoqen, e vrau gruan, e vrau vëllanë, e përzuri nënën, e nxori në rrugë nënën, e goditi nusen. Pse ndodhen kjo gjë në shoqërinë tonë? Së fundmi kanë folur familjar, komshin të zotrisë në fjalë në lagjen ku banon për të treguar se çfarë ato kanë parë në fakt gjatë gjithë qëndrimit jetës së tyre që kanë banuar në këtë lagje. A ka patur ndonjë shenjë, a ka shprehur ndonjë revolt ky burr ndaj gruas së tij dhe cila mund të ketë qenë arsyeja që mund ta ketë sjellë situatën deri në këtë pikë që burri të merr vendimin për të vrarë gruan e tij. Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot qytetin e Shkodrës, ku një burr dyshohet se ka vrarë me armë zjarri bashkëshorten e tij. Policia ka ndërhyrë menjëherë dhe ka bërë të mundur arrestimin e autorit të dyshuar në vendin e ngjarjes. Shtjefën Ziçi, 64 vjeç, dyshohet se ka qelluar me armë gjahu bashkëshorten e tij Bardhë Ziçi, 54 vjeçare. Do me thënë, kur themi me armë gjahu, nënk kupton në gjuhën popullore e ka gjuajtur me çifte. Si pasojë e plagëve të marra, 54 vjeçaria ka humbur jetën në vend ngjarje. Gazetarët së fundmi kanë folur për këtë rast dhe një nga zonjat, një banore e kësaj lagjeje, e quajtur Zoj Nika, e cila gjithashtu është edhe e afër me këtij çiftit, ka shprehur se është e çuditur nga kjo ngjarje, pasi nuk ka vënë asnjëherë më parë re, do të thënë nuk ka vënë asnjëherë sy, konflikte mes këtij çiftit. Ky zotriu, autori, thot Zoja, ka qenë gjithnjë i mirë, i ndershëm. Na merrte në makinë, shkonim e vinim. Njeri shumë i mirë, edhe gruaja gjithashtu. As asaj nuk i është dëgjuar kur ndonjë fjalë e keqe. Ne na vjen shumë keq që u shua një familje kaq e mirë. Kam pasur shumë respekt për të grua sepse ka qenë shumë e mirë. Unë kam qenë shpesh në shtëpinë e tyre dhe asnjëherë nuk kam ndjerë debate, nuk kam parë asnjë shenjë xhelozie, ka thënë banorja. Tani, do me thënë, banorja shprehet që marrëdhënia e këtij çiftit ka qenë një marrëdhënie shumë e bukur. Do me thënë që të dy kanë qenë shumë të qetë, që të dy kanë qenë shumë të urtë, në asnjë mënyrë nuk ka parë asnjë lloj debati, në asnjë mënyrë nuk ka parë asnjë lloj agresiviteti, të paktën nga ana e zotriut kundër drejt zonjës. Po normalisht pyetja juaj është kjo: po mirë motiron tani, ti thua që ky ka qenë super njeri, atëherë si është bërë situata që ky zotri të vret gruan e tij me çifte? Unë uroj me zemër, sepse akoma nuk ka asnjë deklarat nga policia. Uroj me zemër që ky të ketë qenë ndonjë gabim, ndoshta ka qenë duke e pastruar çiften dhe e ka bërë me pavetëdije, dhe uroj me shpirt të mos të jetë me dëshirë vrasja ndaj kësaj gruaje. Më vjen shumë keq për këtë grua, sinqerisht më vjen shumë keq, sepse vriten nëna, vriten gra shqiptare çdo ditë dhe ky është tmerri më i madh që i ndodh në shoqërisë tonë, por
pasi zonja në fjalë, si afër me thotë që kanë qenë një çift shëmbullor, atëherë do me thënë këtu ka një diçka. Por, sido që të jetë, le të shkojmë tek më e tmerrshmja që në fakt edhe zotëria akuzohet për vrasje, që nuk kupton do me thënë ka qenë e insinuar nga ai, nuk e kuptoj se çfarë është duke shtyr këto burra, ta ashtu quajtur burra, sepse ti nuk mund të jesh burr nëse fillon dhe vret një grua, ti nuk mundesh të jesh burr nëse re një grua, të merr një vendim dhe të bëj një vendim, të bëj një moment të tillë ndaj bashortes së tij. Tani këtu ka dy pika. Ose ky zotëria ka qenë gjithmonë dhunues tek bashkëshortja e tij, dhe kjo ka qenë një grua si zakonisht që janë gratë shqiptare që din të mbyllin historitë, që nuk e ngrenë shumë zërin, që din të heshtin, që mundohen të mos të krijojnë konflikte, mundohen të mos të krijojnë zënka, hajtë se do të kaloj me kohën, sepse vrasja nuk është një proces që vjen nga hiçi. Ti nuk mund ta vrasësh një njeriu me të cilin ti kalon lumtur, me të cilin ti buzëqesh, me të cilin ti ke momente të mira, sepse vetë instikti jot i momentit nuk të çon të mendosh drejt vrasjes, por të çon të mendosh ti bësh një dhuratë trëndafil, ti bësh një moment të bukur, të dalësh me të darkosh, do të thënë kur ti e do një person. Por këtu unë shoh, do të thënë ndoshta një luftë të mëhershme në këtë familje që kjo zonjë, ashtu siç të gjitha gratë shqiptare që mundohen t'i mbyllin historitë, që mundohen të mos i bëjnë publike, që mundohen të mos i tregojnë hëse mos shkatrojnë familjen, hëse mos shkatrojnë mrethin, hëse mos prishin fëmijët dhe durojnë çdo tmerr, durojnë çdo dhimbje vetëm e vetëm për të ruajtur të ashtu quajturën familje që ndonjëherë në thelb nuk është familje. Do me thënë ti rrezikon veten tënde dhe në këtë rast unë shoh vërtet një rrezik të papar. Mua më vjen shumë keq për zonjën në fjalë, ngushëllimet e mia i shpreh familjes, uroj që të prehet në paqe, por nga ana tjetër apeloj të këtë gjithë zonja, të këtë gjithë gratë që të jenë më të kujdesshme, të kërkojnë të drejtën e tyre, nëse një ditë ju ndjeheni të tensionuara nga bashkëshorti juaj me të cilin ju keni kaluar vite të tëra, duhet me patjetër të lëvizni, duhet me patjetër të veproni, duhet me patjetër ta denonconi. Sepse në momentin që ti e mban historikun tënd për brenda dhe në momentin që ti mundohesh që do me thënë të në një farë mënyre ta mbulosh atë të keqen, ti që nga i moment je e rrezikuar dhe që nga i moment prite se një ditë do të vi kjo ditë, do me thënë do të vi vdekja, sepse vrasja është një zinxhir dhe zakonisht këto njerëz janë super filozof, janë super të zgjuar, që dinë do me thënë ti manipulojnë të gjitha situatat që ta bëjnë punën që të dalësh ti fajtorja që ndjesh keq në atë marrëdhënie. Prandaj besoni vetes tuaj, besoni instiktit tuaj dhe mos lejoni në asnjë mënyrë që askush të los me dinjitetin dhe moralin tuaj.